أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Po fillojmë me ligjëratën e 77 të shpjegimit, respektivisht të leximit të veprës Maraki el Felah, Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit, rahimahullah, dhe jemi te kapitulli i haxhit me ligjëratën e dytë të haxhi. Kemi arritur deri te shurut vujub el-ada khamsatun ala al-asah. Kushtet e obligimit, kryerjes së obligimit, kushtet e kryerjes së obligimit, që sipas Imam Shrumbulalit thot janë 5 kushte. Ligjëratën e kaluar kemi përmend kushtet e obligueshmërisë, këto janë kushtet e kryerjes së obligimit. Kushti i parë është sihhatul badan, shëndeti trupor. Pra ata të cilët kanë shëndet, që nuk janë të sëmur, nuk kanë pengesa shëndetësore, jep me nënkuptu nga vetë titulli, apo nën titulli, se ato e kanë obligim haxhin, por nuk e kanë obligim kryerjen, nuk mund ta implementojnë, nuk mund ta zbatojnë. Ej el mutamakkinu min alati rrukub bi milkin au ijaratin fi haqqi al-afaqi. Do thot ata që kanë mundësi të përdorin mjetin e transportit, alet rrukub këto normal, autori ka shkruar më herët pak, se është libër prej librave të vjetra, që mund të rrinë mbi kuaj, mbi deve, po alet rrukub janë edhe mjetet e qarkullimit, edhe treni, edhe autobusi, edhe tjerët. Bimilkin, nëse është pronë e tij, au ijara, ose me qira, me bileta, si i morim ne, fi haqqi al-afaqi wa fi ma'nahu mimmen bejnehu wa bejne arafa mesafet të sefer. Afaqi, fi haqqi al-afaqi, afaqi i thojnë të gjithë muslimanëve që janë jashtë Mekës. Ato që janë brenda haremit Meki, krejtët të musliman, që janë i jashtë haremit të Mekës, jo të Qabës, të Mekës, quhen afaqi, njerëz të lartë, që janë jashtë rrethit të Mekës. Madje edhe nëse është brenda mikatit. Sepse mikati mund të jetë larg, për shembull mikati Dhul Khulejfe i ka mbi 300 kilometra. Nëse je banor mes mikatit Dhul Khulejfe, po jashtë Mekës, atëherë je afaqi, sikur ne shka jemi afaqi, jemi jashtë, pra thot ata të cilët kanë mundësi të qëndrojnë në mjetin e udhëtimit, që kanë shëndetin e mirë, që mund t'i përballojnë mjetit të udhëtimit, fi haqqi al-afaqi, pra bëhet fjalë për ato që janë jashtë Medinës, jashtë Mekës, jashtë qytetit. Men fi ma'nahu min bejnehu wa bejne arafa mesafet të sefer, ose për ndryshe thot, ato që vendbanimi i tyre edhe Arafati e kap distancën e seferijës, 81 kilometër. Bimen bejnehu wa bejne arafa mesafet të seferin, që është larg prej Arafatit, sa konsiderohet se është në seferi. Wa in lam yuqaddir al-maki ala al-mashi fa hukmuhu kal afaqi. Mekelia, që është banori i Mekës, brenda afakit, brenda kufive të Mekës, brenda haremit të Mekës, por nuk mundet me hec, edhe ai duhet me hip në diçka në mjet, e merr hukmin e atij që është jashtë Mekës. Fi ishtiratihi alet ar-rukub lahu aidan, kema fi al-lubab, kështu thuhet edhe në al-lubab të Imam Kuduriut, shpjegimin e Imam Kuduriut. Pra,
Sihatul beden është ky kushti i parë. أي سلامة البدن من الأمراض والإلل فإنه من شرائط الأداء ما صححه قاضي خان ويختاره كثير من المشايخ منهم ابن همام. Shëndëshmëria e trupare do thotë të jetë i pastër, të jetë i lirë prej sëmundjeve, wal ilal, edhe ne i thëmë ilete, kishte ilet filani, sëmundje. Sepse të jetë i pastër prej sëmundjes, të mos ketë sëmundje, është min shëraitul ada, prej kushteve të zbatimit të haxhit. Kështu thotë e ka trajtuar si mendim të vërtet Imam Qadi Khani, në Fetawa Qadi Khan, واختاروا كثير من المشايخ منهم ابن همام, edhe këtë mesele kështu e kanë zgjedhë edhe shumica e meshajikëve o xhallarëve, edhe në mesin e tyre edhe Kemal ibn Humam në Fathul Qadir. وهو ظاهر الرواية عن الصاحبين. Ky mendim është edhe në Dhahirur Rivaje, në ato 6 librat që janë bazike në mëdhebin Hanefi, ku transmetohet prej Sahibejni, wa Rivajetul Hasan an Ebi Hanife, edhe transmetimi i Hasan prej Ebu Hanifes, nxënësi më i ri e Ebu Hanifes, Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i, e ka një transmetim prej Ebu Hanifes që pajtohet me këtë mendim, wa huwa madhhabu Shafi'iyya wal Hanabila. Kjo është edhe madhhabi i qëndrimi madhhabit Shafi'i dhe madhhabit Hanbali. Pra, mendimi i parë. Mendimi i parë se me sihatul beden nënkupton që njeriu të jetë i lirë nga sëmundjet, mos ketë sëmundje që të mund t'i përballon udhëtimit. Ky kusht është min shurutil eda, kusht i zbatimit. Kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë thotë annahu min sharaitil wujub. Mendimi i dytë thotë jo, të jesh i shëndosh fizikisht nuk është prej kushteve të zbatimit, është prej kushteve të obligueshmërisë. Dallimi ku është? Se te e para të bëhet farz, te e dyta nuk të bëhet farz. Mendimi i dytë thotë min sharaitil wujub, ala ma qalehu sahibul bahr wa huwa dhahiru rivaje an Ebi Hanife. Këtë mendim me ka thonë autori i veprës El Bahr, dhe kështu thot është në dhahiru rivaje, transmetimi i sakt prej Imam Ebu Hanifes. Edhe pse të mendimi i parë kishte një transmetim prej Ebu Hanifes, përmes nxënësit të tij, Hasan ibn Ziyadi thot se ka edhe një mendim prej Ebu Hanifes, por mendimi më i saktë i Ebu Hanifes është ky, çka është në rivajet. O rivajet janë huma, wa huwa madhhab Malik. Kjo është madhhabi i Malikit. Fala yajibu ala al-a'ma wal mafluj والمقطوع الرجلين والمريض والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة. Prandaj thot, haxhi fala yajibu, nuk i bëhet farz alal a'ma, të verbërit, të paralizuarit, që është njeri i paralizuar, o maktu'ur rijlain, që i ka kam të putuna, wal marid i smut, o sheikh il kebir, edhe plaku i shtyrë në mosh, alladhi la yathbutu ala rahila, që nuk mund të qëndron mbi mjetin e udhëtimit. Sipas mendimit të dytë, këtu më duhet ta dallojmë këtë. Sipas mendimit të dytë, kjo është kusht i obligueshmërisë. Këti si bëhet farz, thotë la yajibu ala al marid. Nuk i bëhet farz. Sipas mendimit parë, i bëhet farz, por nuk mund ta kryejë. Themratul khilaf na jep më vonë sigurisht. Kështu thot në veprën El Beda'ju të Imam Kasani, El Maslak, Raddul Mukhtar, dhe ka një libër El Hajj wal Umra, nuk e di kujt është kjo, që ka marrë autori. Kushti i dytë, wa zavalul mani al-hissi an adh-dhahabi lil hajj,
hjekja ose evitimi, largimi i pengesës hissie, fizike, për të shku në haqë. Pare ka, shëndet ka një pengesë. Cila është e pengesë? Është në burg. Së shkonoj. Duhet me u larguan, me u liru prej kësaj pengese që të shkon në haqë. Kel hapsi bil fi'li wal man'i bil lisan wal khawfu bil qalb min as-sultan alladhi yamna'u an-nas min khuruj ila al-hajj. Është në burg ose ka frikë në zemër, ka frikë ose ka pengesë udhëheci i shtetit, bëhet fjalë, nuk lejon me shku në haqë, ka vu ligj shteti se nuk lejon me shku në haqë, nëse shkon nuk mundet me dalë, i pengon njerëzit me shku në haqë, shembull ndodhi korona që e përjetuam ne. S'ka haqë, ti i ke parët me shku në haqë si vjetë, po udhëheci ka pru vendim se nuk ka haqë, për me apo pa arsye është qëtër problematik, se cilët janë arsyet e drejta dhe cilët janë pa drejta është çështje tjetër. Me rëndësi ka pengesë. Ky nuk mund shkon haqë. Fahadha min sharajt al-ada ala sahih. Kjo është prej kushteve të zbatimit. Ati ju ka bo farz, por nuk mund të zbaton kema dhekër ibn Humam. Kushti i tretë është emnu tarik, sigurimi i rrugës, bi an yakhafa an zalimin aw aduwin aw sub'a aw garkin aw ghayru dhalika. Rruga s'është e sigurt, ka hajduç, ka çaksh, ka vjedhin natën, plashkiti njerëzit rrugëve, ose anmiku, jemi një shtet anmik që mund të rrezikon, ose ka e gërsira, kur i përmene gërsira, ti përmene ato karavanët që ka shkuën në haqë për toke, ose kësi vërshime ka, për shembull, gark, anijet, e u gajru dhalik. Fal ibratu bil ghalibi fil emni, berren e u bahren. Ajo shka merret në konsiderat është shumica e mendimit, nëse shkohet mbi 50%, mendohet se nuk ka siguri të rrugës, nuk e kryen haxhin. Nëse është më pak se 50, se vetëm mund të jetë mendim i thjesht, po mund të ketë, por nëse është bindje e vogël, ose mendimi është i pa argumentuar dhe është nën 50, nuk është galib, nuk është shumica, atëherë duhet me shku në haxh. Kjo thot është berren e u bahren, fa in kana al-ghalibu salama, e nëse mendimi i shumicës është se rruga është e sigurt, e selame, është paqësore, yajibu an yuaddi bi nafsihi. Duhet që të kryej haxhin vet ai. Wa illa bi an kana al-ghalibu al-qatl wal-halak fala tajib. Pra nëse mendohet, krijohet ajo bindja se këto pas përfundon me vdekje, me shkatërim, me këto, thot fala yajib. ويعتبر وجود الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودته إلى ما قبله وبعده لا ما قبله ولا ما بعده. Siguria e rrugës kur merret parasysh? Siguria e rrugës merret parasysh prej momentit kur banorët e vendit tanë shkojnë për në haxh derisa të kthehen. Që kjo periudhë është shartë siguria e rrugës. Nëse përpara ka pas telashe rruga, ose përmas do të ketë telashe, kjo nuk merret parasysh, pa vetëm në kohën e kryerjes së haxhit. Koha e kryerjes së haxhit merret përbas kur banorët tjerë të vendit tanë shkojnë haxh. Dhe nuk shkojnë këtë qytetet në haxh për një kohë, do shkojnë më herët, do ma vonë, varësisht nga rrethanat, largësia, distanca e kështu me radhë. Pra, emnu tarik, sigurimi i rrugës duhet jetë. Wa adamu qiyam al-idda. Gruaja të mos jetë në idet.
në pritje të idetit pas shkurrizimit. فلو كانت معتدة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها لا يجب عليها. Nëse gruaja është në idet nga shkurrizimi ose pas vdekjes së burrit, pse I përmend të dyjet? Është në idet. Sepse shkurrizimi ka 4 idet, pas vdekjes ka 4 idet. Shkurrizimi është والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. Kurse ato ويتوفون منهم أزواجا 4 أشهر و10, 4 muaj, 10 ditë. Pra I përmend që të dyjet. Nëse gruaja është në idet, brenda në kohën, periudhën e idetit, dhe njerëzit shkojnë për në haxh, kjo ka pasuri me shku në haxh, I ka mundësit me shku në haxh, po është në idet, nuk I bëhet farz haxhi. Kema fi raddil mukhtar. Kështu thuhet në raddul mukhtar. لأن الله نهى المعتدات عن الخروج من بيوتهن. Arsyeja, motivi çka është I ndalesës, sepse Allahu xhalla shanuhu I ka ndaluar gratë që janë në idet që të dalin të largohen prej shtëpive të veta. Të dalin prej shtëpive të veta, nuk është me dal prej shtëpisë në borë, as me shku te baba, po është fjala për mesafet sefer, ajo që shkon seferi. بقوله جل جلاله, Allahu xhalla shanu thot: ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فمن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Kjo është argumenti. Pse kështu? Që e bën një argument shumë interesant logjik tash ki. Thot ولأن الحج, gjoni këtë argument është shumë logjik. ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر فأما العدة فإنها إنما تجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة. Haxhin mund ta krysh edhe në një kohë tjetër, pra në vitin tjetër. Idetin nuk mund ta shesësh pelo për mot. Kjo ka vendin specifik. Identike e keni në mëdhëbin Hanefi, nuk e di e kemi përmend, po më kujtu tash, më shumë më kujtu po e përmendi. Kur fillon thirrë ezani, nuk se e kemi përmend. Dhe ti të lexu Kur'an. Imami muezini fillon Allahu Akbar, ti e mbyll Kur'anin. Repetis ajetin. E mbyll Kur'anin. Tani logjika e dikujt thot, po pse të mbyllet Kur'ani në fjalën e Zotit, ezani e Kur'ani janë më të shenjtë. Nuk është kjo logjika e ibadetit. Logjika e ibadetit është se ti Kur'anin mund të lexosh edhe në tjetër kohë, por ezanin nuk thirr kur dush ti. Se kjo e ka kohën e caktuar muhaddada. Ideti e ka kohën e caktuar. Nuk shndrohet në kaza. Se bona si vetë pe bajnë mot. A haxhi mund kryhet edhe në tjetër kohë për dallim prej idetit. Por atë thot ولأن الحج يمكن أداؤه في وقت آخر. بعد تتر الموت. أما العدة فإنها إنما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة. كفتم كت كوكريت. فكان الجمع بين الأمرين أولى كما في بداية الصنع. Pra, gruaja gjithsesi ajo që përfiton prej kësaj është se gruaja e cila është në idet, dhe unë preferoj o xhallarët dhe vetën, që këtë çështjen e idetit dhe çështjen e martesës, shkurrizimit dhe të idetit, duhet ta shpjegojmë pak më shumë në për xhamia. Sepse fatkeqësisht mos them askush me mbyllje kështu me prerje, po pak respektohet ky parim islam, dhe kjo është obligim islam, sepse gruaja që është e shkurrizuar nuk guxon të martohet pa I kaluar
3 menstruacione, pra 3 hajze, ose gruaja pas vdekjes së burrit pa I kalu 4 muaj e 10 ditë, ose nëse është shtatzan pa e lind fëmijën. Këto janë 3 lloje të idetit, dhe të ne kush bile në xhamatin me vetë çka është ideti, se dim çka është. Ama kjo punë martesa në idet është ndaluar, është haram, madje edhe kontrata e martesës është batile. Kulle ma bunja lël batil fe huwa batil. Prandaj gruaja çka është në pritje të idetit, pas shkruarizimit ose pas vdekjes së burrit, ajo e ndalohet, pra nuk mund të del të shkon në haxh nëse e ka kap koha e haxhit. Kushti I 4 ishte ki, wa khuruju mahramin walau min ar-ridha aw musahira muslim ma'mun aqil baligh aw zawj li imra'atin fi safar. العبرة بغلبة السلامة برا وبحرا على المفتى به. Mahremi, që është bo problematik edhe këtë të ne. Që është mahremi? المحرم هو من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاء أو مصاهرة. Mahrem konsiderohet çdo burr që nuk lejohet marrëdhënia intime me atë grua për shkak të afërsisë nga gjaku që e ka të ndaluar haram martesën me te, alet të ebid, ndales përhershme, ebedia, bi karabetin, qoftë për shembull vllavi, baba, po për shkak të afërsisë gjakut, familjes, au ridhain për shkak të gjithanjes, au musahara për shkak të kryshqies. سواء أكان مسلما أو كافرا إلا أن يكون مجوسيا أو فاسقا لا يؤمن بالفتنة أو صبيا أو مجنونا. Se tani këtu ka edhe një sen tjetër. Au thot, edhe njëherë të lexoj për fillimin sjerin. Khuruj mahram, të ketë mahram me veti. Njeri pra prej këtyre që ndalohet martesa ebedie me te. Qoftë prej gjakut, qoftë prej rridhas, qoftë prej, thot, au zawjun li imraati fi safarin. Ose burrit nuk I ndalohet martesa me këtë. Pra, pse e përmend këtë? Mahremi është dy lloje pra. Mahremi nuk kupton krejt ato se ose ki e bën istithna përjashton. Mahremi është ai që s'ka të drejtë të martohet me atë gru. Po burri nuk është mahrem I kësaj kategorie. Sepse burri ka grua, I ka drejtë martohet. Pra I përmend të dy palët, ato mahrem janë të cilët I ka vllavin, e ka babën, e ka ku e diun, ose duhet ta ketë burrin I cili është I martuar me te për shkak të ruajtjes sigurisë ose largimit të fitnes. Këto dietarët e vjetër, kur kanë fal, prej këtë gjithë medhhebeve, këtë kusht e kanë përforcu dhe nuk kanë bërë lëshime, s'kanë bërë tolerime. Dietarët bashkohor, gjitha medhhebeve, këto që janë sot, dhe marrë parasysh edhe formën e ndryshuar të organizimit të haxhit, kanë leju që femra të mund të bën haxhin edhe pa mahrem, me disa kushte pak ma specifike, por kushti kryesor është që të jetë e sigurt nga fitneja, që mund të banë ajo ose të mvishet asaj. Pra, nëse thonë këto dietarët bashkohë, të këto dietarët e vjetër jo, sepse udhëtimi në atë kohë
Nuk ka qenë sikur tash për në haqë. Ke nisti 1 muaj ke shku në për shkretin, me deve, pa kushte, me kushte, si e në konë. Ta shkon për 3 orë, 4 orë në haqë. Nëse thonë djetarët bashkohor, nëse gruaja shkon në haqë me një grup të grave, që janë vetëm gra, dhe nuk ka nevoj për zjedhje me burra, për felabes, nuk ka gjë, haqë i saj është në regull dhe shpresojmë që haqë i saj tjetë në regull dhe kështu kanë dhënë fetva disa institucione bashkohore ose disa djetarë të bashkohor. Al-ihramu wal-islamu vahuma shartani, thumma al-itjanu bi ruknejhi vahuma. Pastaj thot, ihrami dhe islami vahuma shartani janë 2 kushtet të haqit. Thumma al-itjanu bi ruknejhi vahuma, haqi ka 2 rukne. Deri tash folëm për shartët, tash fol për ruknët. Rukni është pjesë përbërëse e sendit. Sharti është pjesë e domosdoshme, po pjesë e jashtme e sendit. Abdesi është shart, pa atë nuk falet namazi, nuk mund të falet namazi, po është pjesë e jashtme. Nëse merr abdes nuk bëhet farz namazi. Leximi i Kuranit është rukn. Pa leximin e Kuranit s'ka namaz, po është pjesë e brendshme përbërëse e namazit. Rukni i haqit është el-vukufu bi Arafat, qëndrimi në Arafat me ihram, muharramen. Qëndrimi në Arafat me ihram të veshur. Prej kur, lahdhaten, bi Arafat lahdhaten, qoftë edhe një moment. Madje edhe nëse kalon vesh në për Arafat. Kur? Jeumu tasi, min zeval, jeumu tasi, prej zevalit drek, ditën e 9 të muajit Dhul-Hijja, ila fajri jeumin nahri, deri në lindjen e mëngjesit të vërtet ditën e Bajramit. Pra, dita Arafatit është dita e 9 e muajit Dhul-Hijja. Nëse ti ke qëndru në Arafat ditën e 9 para zevalit, para drekës, shku sa ati 9:30, nuk e ke kry Arafatin. Nuk e ke kry Arafatin. Sepse rukni është me qëndru në Arafat mas zevalit deri në kohën e namazit sabahit, po e themi më shkurt, ta kemi më të qartë, ditën e Bajramit. Kjo është rukni, kjo është farzi. Qëndrimi i një pjesë të ditës është vajib. Qëndrimi i një pjesë të natës është vajib. Qëndrimi në Arafat është farz. Por afërsisht, leximi i Fatihas është vajib. Leximi i surës mas Fatihas është vajib. Leximi i Kur'anit është farz. Nuk duhet t'i ngatrojmë këta. Qëndrimi në Arafat është farz. Qëndrimi i një pjesë të ditës është vajib. Qëndrimi i një pjesë të natës është vajib, po qëndrimi në Arafat prej zevalit, prej drekës, e deri në mëngjesin ditën e nesërmet Bajramit, pra ditën e Bajramit, dita e 10, nëse në këtë kohë nuk ke qëndru në Arafat, haxhi jot është i pavlefshëm. Edhe një, wale u lahdhatën, qoftë edhe një moment, qoftë edhe 1 minutë, ta themi. S'po di si ta përkthej këtë lahdhatën, është një moment tani. Me përkthin sekondën minutash. Pra qëllimi është këtë thot, min zeval, prej zevalit, zenitit, jeumë tasi, ditën e 9, ila fajri jeumë nahar, deri në sabajnë e ditës së Bajramit. Bishart, adem el gjimai qablehu muhrimen. Me kusht, ki rukën është i vlefshëm, pra është i vlefshëm, me kusht
nëse nuk ka kry marrëdhënie seksuale me gruan e tij duke qenë në Hirama para se me dalë në Arafat. E kemi qartë. Meselja është këtu. Kryerja e marrëdhënieve intime, pasi të hysh në Ihram, para se dalish në Arafat, e prish haxhin. Por haxhiu obligohet që të qëndroj në haxh. Obligohet që qëndroj. Obligohet që del në Arafat dhe t'i mbani Ihramat. Vepron gjithë çka veprojnë haxhit. Por kjo haxh është batil, është i prishur, duhet përsëritet haxhi. Nëse marrëdhënia ka ndodhur para Arafatit, po mrenda duke qenë në Hirama. Jo 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, ose para se Hiramave. I ka vesh Hiramat, ka bo një jetë me dalë në Arafat, ditën e 8, ditën e 9, pastaj ka bo gabimin. Haxhi i tij prishet. Nëse bën marrëdhënie duke qenë në Ihrama pas ditës së Arafatit, yajibu al-badne, obligohet me kurban të madh. Por haxhi nuk prishet. Për këtë arsye po thot, el-wukufu bi Arafa lahdhatan, qoftë një moment, min zevali jaumit tasi, prej zevali ditës së 9, ila fejri jaumin nahar, deri në mëngjesin e ditës së Bajramit, pra, ky rukën është i vlefshëm, bi shart me kusht ademul gjimai qablehu muhriman, që të mos këtë kry marrëdhënie duke qenë në Ihram. Kjo është rukni i parë, qëndrimi në Arafat. O rukni thani, se thamë se i ka 2 rukne si pas Shërbulalit, se mund të gjeni në për disa vende edhe 3 rukne. Në për disa libra tjera e futin edhe Ihramin. Po, kur të hish në detaje shef se ajo është. Imam Shërbulali thot 2 rukne. Rukni i parë është qëndrimi në Arafat, me kusht që prej ditës zevalit deri që këtë kohë. Tash cila është më e mira? Më e mira është me shkuar para dite, më u pastruan atin e me prit zevalin, me fal drekën me xhamat, si është rregulli me imamin e përgjithshëm, imamin e Arafatit, sepse prej kushteve tona nuk e di si e vepron Saudia, imami i Arafatit nuk duhet të jetë nejses, Po, nuk duhet të jetë seferi. Duhet të jetë seferi. Nuk duhet të jetë mukim. Tani, këtu, lejse më stima, se i kemi shpjegu njerë, po këthemi prapë. E mira, pra, në kemë të thënë se çka është e mira, duaja, lutje, njëna, tjetra. Sepse namazet nafile, për shembull, agjeben, edhe çodi, se morin vesh haxhit e tonë, jo. Kur bëhet ceremonia, ti u thua xhive tash, e falem drekën, bëhet një ceremoni e vogël aty, një ligjërat, një diçka, një pak Kur'an pak, edhe thua xhive tash jeni të lirë, shfrytëzoni kohën me lutje. Më e mira është lutje me qëllu në kamë ose me qëllu guj, ngritëm përpjet me duart lart qiellit, me lutë Allahu xhaleshanu, me dal prej shatorëve, me u kthi ka kibla, me bë dua. Namazet nafile në Arafat nuk janë të preferuar. Edhe gjithë të ja, po fali nafile, se jo mos fal se nuk është vendi, Arafati nuk është vend për nafile, namaz. Arafati është vend për lutje. Prandaj kthehen më të mirët, po kjo është të fol për ruknin kur plotësohet. Dhe rukni i dytë është huwa aktharu tawafil ifadati fi waqtihi. Kryerja e shumicës së tawafit ifada, tawafit zjare, që është fars. I thëjtë tawaful ifada ndryshe. Fi waqtihi, në kohën e tij. Rukni i parë qëndrimi në Arafat prej zevalit deri në mëngjes. Rukni i dytë është
kryerja e shumicës së tavafit, ziaret, ose ifada si thot ki, tavafit që është farz, shumica e tavafit sa është 4 sjellje. Pra, nëse haxhiu i ka bo 4 rrotullime rreth Bejtullahit dhe ka dal, tavafi i tij është i vlefshëm, rukni i tij është i vlefshëm, obligohet me kurban, sepse 3 sjelljet e fundit janë vajxhib. Lëshimi i vajxhibit në haxh obligon kurban, namaz, se sejdë. Prandaj thot, nëse i ka kry shumicën, a shumica është 4 sjellje. Mirë po, fi vakti në kohën e vetë, dhe thot, edhe tavafi ziaret e ka kohën e vetë. Kur është koha e vetë? Huve ma ba'de tulu il fejri e nahr. Filon ba'de tulu il fejr, pas lindjes së mëngjesit të ditës së Bajramit. Dhe pas namazit sabahit ditën e Bajramit, fillon edhe koha e namazit koha e tavafit. Tavafi i cili është tavafi kryesor, që është i quhet tavafi zjare ose tavaful ifada, e që e ka hukmin e farzit, ne i themi farz, në realitet e ka hukmin e ruknit. Pa qëndrimin Arafat dhe pa këtë, nuk ka haxh, dhe zgjat me ditët e teshrikut. Nëse kalojnë ditët e teshrikut, dhe nuk e ke kry, se mund të bash ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, edhe pse më e vlefshme, më e preferuar është ditën e parë, nëse kalojnë ditën e teshrikut, fejegjibut dem dush me pre kurban. Dhe këtu përfundon autori me ruknët e haxhit. Tani fillon me vajibatul haxh, cilët janë vajxhibët e haxhit, dhe në mënyrë taksative i numron, nuk i shpjegon shumë në detaje, por vetëm i numron edhe sunetet e haxhit edhe vajxhibët, por në parim dihet se çdo lëshim i vajxhibit të haxhit obligon thërrje të kurbanit. Dhe deri te vajxhibet e haxhit, inshallah në ligjëratën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.